Problemi i shqiptarëve që jetojnë në tokat e tyre në Jugosllavi nuk është problem i një minoriteti, i ardhur apo i vendosur diku në një zonë vakum, si emigracion ekonomik, as i shkaktuar nga byndja e perandorisë osmane, dhe as nga rritja e natyrshme demografike e shqiptarëve, që i shqetëson maltusët e rinj serbëmbëdhenj. Shqiptarët në Jugosllavi përbëjnë një etni, një popull të formuar në shekuj, që ka historinë, gjuhën, kulturën e vet, një popull autokton, të cilin siç dihet e coptuan dhe shkëputën nga mëmdheu i vet, fuqitë e mëdha imperialiste dhe i aneksuan Jugosllavisë. Këta askush nuk mund ta fshehë. Çdo interpretim tjetër është arbitrar, është një falsifikim i rëndë e i dëmshëm i historisë. Kërkuan, në fund të fundit, shqiptarët në demonstratat masive që u zhvilluan në qytete e fshatëra të ndryshme të Kosovës, shqiptarët në Jugosllavi më së njëherë, me demonstrata paqësore dhe pa demonstrata, kanë kërkuar që gjendja e tyre kushtetuese, ekonomike dhe social-kulturore të ndreqej, të vijej në rrugë të drejtë brenda ligjeve të federatës. Ata kërkuan të kenë statusin e Republikës brenda Republikës Federative Socialiste të Jugosllavisë. Ata nuk kërkuan as shkëputjen nga federata, as bashkimin me Shqipërinë. Por kërkesave të drejta e të ligshme të studentëve, punëtorëve, fshatarëve e intelektualëve kosovarë, asu avuri veshin kush. Jo vetëm kaq, por ata, si edhe herë të tjera, kur kanë paraqitur kërkesa të tilla të lishme e të drejta, u cilësuan si nacionalistë, u persekutuan dhe u mbitën në gjak. Por a mund të zgjidhen kështu këto probleme në kohën tonë? Kurse si, është e pamundur të mbahet në varfëri e në mjerim një popull, toka e cilit është e begat dhe grabitet nga tjerët. Është e pamundur të mbash në frikën e tankeve të bajonetave një popull të rinë si shqiptarët. Është e pamundur të shtëmrosh ose ta zhdukësh historinë dhe kulturën e tij të lashtë. Është e pamundur të zhdukësh ndjenjën patriotike dhe dashurinë për mëmdheun.